Ja, kjo është prokuroria e Tiranës, që Esmeralda Keshi i qoj letrën të gjitha një ku e kini me të shkrujt me do t'i ashtu, dhe nuk me thotë se jemi në verifikim. Po sa do kjo si të verifikohet, kanë kalu të gjitha fatat ligjore, që kjo prokurore dhe nuk më tregon se kush oficer gjyqësor e ka marrë këtë çështjen time. Dhe të më thirri, i kom thonë që të bëj takim, ajo është e para prokurore nga viti 2000 deri më sot, që nuk më lën me bë takim në zyrën e saj. Se këto duan me mbrojt kriminalin, kriminalet e tokëve në Petrel, që i kom shkruajt me emra, me mbiemra, me gjithë. I kam dosi aty. Ti shofi, ti kontrolloj dhe Arekli Koçallari nuk e gëzon edhe Ylli Kupi e Isni Kërçik e kryeplaku i fshatit Ilmi Aga dhe komisioni vendor i titujve të pronësisë janë të gjitha të përmendura, me emër dhe mbi emër. Prandaj, kjo Esmeralda Keshi mas t'i mbroj, se do bëhet një ditë se Arekli Koçallari nuk e gëzon atë tokë. Edhe Ylli Kupi si ka firmos, e kom deklaruar se ai do bëhet shembull këtu në Petrel, po mos na çoni drejt vetë gjyqësisë. Nuk jam të ashtu, unë po ju dal hakut. Prandaj, Esmeralda Keshi shife dhe bjerë thuaj kush oficer gjyqësor e ka çështjen time. Se unë në prokurorinë e Tiranës i ke letrat aty në dosje se nuk pranoj të bëhet hetim ato oficerë gjyqësor, se nuk ka oficer gjyqësor se nuk kom pasun aty. Nuk ashtu kom kërku ato si kom bo kallëzimin tu në pikën e Lundrës, do të vinë pa tjetër se ato do majnë përgjësi, po pa të humë në i shkresë. Unë i kom gjitha shkresat si kom dërzu atje. Prandaj, kërkoj vetëm drejtësi, 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 drejtësi. Jo vetë gjyqësi, jo vetë gjyqësi. I bëj thirrje publike edhe Altin Dumanit. Se ka një letër si i kom shkruajt gjithë prokurorët e gjithë këto inspektorët e lartë të prokurorisë që kanë bo çështjen time, që nuk po mbrojnë prokurorët e korruptuar. Në prokurorinë e Tiranës e rënë qelën me kompani që i kom deklaruar me zon dhe me figurë, me emra dhe me mbiemra të gjithë, se çfarë po bën prokuroria e Tiranës. Nuk është pa ndonjëherë sa u kriju prokuroria e Tiranës që mos të bëhen hetime dhe të hiqen flet nga dosjet e mia. Prandaj, shifni dhe kontrolloni. Do vinë dita se do t'ja qojë në këtit, si do të zëmësoj Altin Dumanin, do shkoj një ditë të kërkoj se çfarë u bo me këto letra si i kom quajtur Altin Dumanit, kom shkuar një ditë tjetër më thonë janë në verifikim, po nuk po mbin përgjigje. Prandaj kërkoj vetëm drejtësi, 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 drejtësi. Se në prokurorinë e Tiranës nuk kam besim. I bëj thirrje prapë publike. Arançelës, merre dosjen time, mos e le me këto si nuk po bëjnë asnjë hetim, mos shkojmë drejt vetë gjyqësisë.
Dhe si që ke morë dosjen tjetër, për atë si boni gjithë vetë gjujësin në mes të gjyqit, shife në çështjen time me vëmendje të madhe, po që e familjar se do vi dita se do bëhet një ditë drejtësi vetë gjujësi me ne. Se këtu përgori e gjukatat dhe të shqip për mu janë i kanë këthy gjithë çështjet, po përgoria e Tiranës e rënë qela me kompanit, si i kom përmend me emra, me mbi emra, po mbrojnë kriminalet. Prandaj i bëj thirrje publike dhe njëherë a rënë qelës ta shofi dosjen time, ta mori dosjen time, ta mori vetë, a rënë qelë dhe të veproj urgjentisht, se kanë kalu të gjitha fatat ligjore dhe prokuroria e Tiranës po na çon drejt vetë gjyqësisë. Edhe me këtë Esmeralda Keshin, kom kap në status e në fotografin e kësaj të Esmeralda Keshit, do ta bëj publike që ta shihni se çfarë bëhet me këtë prokurorinë e Tiranës. Po i bëj thirrje publike, a rënë qelës, Soela Sollovacit dhe Esmeralda Keshit ta shikojnë me vëmendje dhe e rënë qela ta mori urgjentisht vetë këtë çështje. Si ma shkojmë ke vetë gjyqësia, se ka vite që nuk po kalojnë 3-4 vite që nuk po bëhet asë një çështje, janë narru me këtë çështje, janë narru 3 prokuror dhe nuk po bëhet asë një hetim. Prandaj kërkoj ta mori a rënë qela. I bëj thirrje publike dhe Altin Dumanit, ke komisionerit publik të kolegjit të posaçëm të apelimit. Altin Dumani i kom quar letra, ka shumë letra aty dhe ti shikoj të çështjen time që ma shkojmë ke vetë gjyqësia. Prandaj kërkoj nga gjithë ambasadorët në Tiranë dhe ambasadorën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë, i kom quar dhe letra, ta shikojnë se prokuroria e Tiranës po na çon drejt vetë gjyqësisë. Prandaj kërkoj nga gjithë këto, se nuk e di si po i mbroj, këtu po hyn ministra e drejt, si po i fut spaku majnën për hetime, kurse këto prokuroria e Tiranës mbron kriminalet e tokëve. Prandaj e rënë qela duhet pa urgjentisht, se do vi dita si ma shkojmë ke vetë gjyqësia, por të bëhet një drejtësi dhe të shkojnë të gjithë përpara drejtësisë, se nuk ka mo asnjë, vetëm vetë gjyqësi. Se besim këtu me këtë prokurori, derisa tjetër rënë qela, me kompanit që po mbron prokurorët e korruptuar, që i kom thonë me emra dhe mbi emra, i ka dosjet aty, post qenë të vërteta, unë shkoj përpara drejtësisë dhe do dënohemi me burg të përjetshëm. Ama po qenë të vërteta, Arjan Qela duhet bëj hetimin urgjentisht, se do vi një ditë se do shkojnë në këto përpara drejtësisë kur të bëhet vetë gjyqësia. Letrat i kom, prandaj shteti mahet me rregull.
letrat mos t'i zhdukin këta prokuror që mba arancela aty. I falenderoj të gjithë nga zemra, Zoti e bekof Shqipërinë pa këto kriminala e pa hajdut. Prandaj, i populli shqiptar duhet të ngrihet urgjentisht për drejtat që në këto po na shkelin me këmbë dhe po na vjedhin çdo gjë Prokuroria e Tiranës. Zoti e bekof Shqipërinë pa kriminala, pa hajdut dhe pa këto oligartë dhe pa qyrykt. Amen.